dhe keqe, ta prish një gajbe. E kështu që ata i filtrojnë, a veç. A i pranon gabimet nëse bën ti gabime para stafit? Unë e zbëj gabime. Zbën gabime? Pse? Ja, bëj gabime. Bëj gabime, po me të vërtetën e këm qef. Thonë, kush më korrigjon, kush ka një ide tjetër, e paguj dhe më thonë idenë. Edhe gjdo ide që e sjell dikush, unë e paguj ekstra. Ashtë punëtor, ashtë menager, s'ka lidhje. Nëse unë dhe më thonë e kam një ide, tjetëri ka idenë më të mirë, të më popi, marrim idenë tonë, ta paguj ekstra. Seriozisht? Seriozisht. Okej, interesant. Po ata që të kritikojnë edhe të kundërshtojnë, si ishe, si u qasësh? Mrena grupit apo njerës jashtëm? Brenda grupit, për punë, për flasim biznes, si menager. Unë gjithmonë jemi shumë të hapër. Unë i thëmë, ju merë një vendime, mu su frigoni. Nëse s'keni mundësi me marrë vendime, atër kontakton një mua. Vendime merë 90% që ja ke qëllu në regulli, ja ke huqë 10%. Së shkur gjo. Se gjithmonë do të një këqyrë so ke gabu, so ja ke qëllu. 100% se ja qëllon kërkosh. Po 90% që ja ka qëllu, për mua është... 90%, po 60% mja qëllu? Nuk ndodha, jo. Nuk ndodh. Jo, se e din qatë strukturën, qatë vinë. Do më thonë, sistemi si le me dalë? Si del, maksimal 10%. Okej, interesant. A me ndonë se punëdhënë si shefit duhet ketë marrëdhënie shoqërore me stafin? E bojmë gjithë. Ne gjdo të premë të lujnë futbol për shemë me stafin. Me pjesën e stafit dolim me motocross. Ta shumë për mua, stafi është pjesë e familjes. Të gjithë i përqafoj, rrimë ta, pina kafe, dalim, lujna futbol, lojra ndryshme. Për mu stafi është i njëjtë sikur se edhe partnerët që i kom. Nuk e respektoj si staf, po në thëmë, stafi është sikur fëmija. Nëse stafi ka problem, e ki dhe ti një problem. Sa është pjesë, po thëmë, a i syti ka të ti, të pëndonësi. Nëse a i vuan, për shambull, si ka kushtet adekate për me ushqy familjen e vetë, me qenja sociale së në regull, a i smud me po sukseset ti. E që po thëmë, si e motivon stafin për te pagës? Dhe a talon njerëzit punën për shkak pagës, apo... Nuk e besoj, po njëri nuk ngjot kora e fjalla popullore, ka gjithmonë kështë diskutime, dojmë, po gjithmonë njën standardet. Kër ngrisëm paga, ngrisëm me përqindet e barabartë për të gjithë. A, përqindet barabartë për gjithë? Po ndodhë, disa për shemë ka dalë punëtorë në 3. Edhe thëna 6 ditë kime punu me qëtë pagë. Ka, punëtorë thëtë, okej, së më intereso paga. Unë e du me kalëzu vetën. Aj që kalëzu vetën, ma 6 mujë lërsojnë, po ti jenë qëtë kategorinë, 1, 2, 3, 4, 5, edhe hinë kategorinë matë mirën, pëzojna. Ose të ne, edhin këtë, si bëtë vlerësime, jenë kategorinë 4, pëzojmë, 2, 3, 1, ashtu e bëjnë e vlerësimin. Edhe, për me thonë e kalun punë dikush, ndodhë, kërkon ma mirë, pëse ja? Po zakonisht këthejen mbrapa. Këthejen mbrapa? Po. I pranon? Po. Po. Po i pranoj.